I përshëndes të gjithë, mirë se erdhën në Breaking News, tuna ABC News, unë jam Meneta Shevroja dhe do t'jemi së bashku gjatë minutave në vijim. Qeveria ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës pas shkeljes së afateve nga 2 kompanit ortake për plasit ligjore mes tyre që kanë përfunduar në gjykata, janë bërë shkak për pezullimin e punimeve për këtë aeroport të rëndësishëm që ishte parashikuar të niste operimet në fillim të këtij viti. 2 muaj më parë qeveria u kishte kërkuar 2 kompanive koncesionare të zgjidhin sa më parë mosmarrveshjet, duke u lënë 30 ditë kohë për afat për rinisjen e punës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Vendimi sipas ministrisë vjen pas mospërmbushjes së kontratës për respektimin e afateve për përfundimin e kësaj vepre, që është një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore në vend. Punimet në aeroport vijojnë të jenë të pezulluara për shkak të konflikteve mes aksionerëve që përfunduan në dyert e gjykatave. Me nisjen e kësaj procedure, qeveria ka kaluar në fazën e radhës të mekanizmave kontraktor për zgjidhjen e situatës së krijuar. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi mbi 2 muaj më parë tha në një deklaratë se qeveria u kishte lënë afat 30 ditë 2 shoqërive aksionere, Mabo Construction të Bexhet Pacollit dhe 2A Group të Valon Ademit për të zgjidhur mosmarrveshjet ligjore mes tyre në mënyrë që t'i hapej rrugë rinisjes së punimeve në aeroportin e Vlorës. Punimet për ndërtimin e kësaj vepre zyrtarisht nisën në nëntor të vitit 2021, por u penguan nga përplasjet mes ortakëve fitues të kontratës së koncesionit. Sipas saj dhe plani fillestar të investimit, aeroporti duhet të përfundonte brenda rreth 3 viteve dhe të niste operimet në fillim të këtij viti. Pas uljes në bursën ndërkombëtare, çmimi i naftës ka pësuar një rënje me 15 lek edhe në Shqipëri, duke ulur për herë të parë prej disa javësh në 200 lek për litër. Në pikat e shitjes, nafta tregtoi 199 lek nga mbrëmja e djeshme. Kjo ulje, që reflekton situatën në tregjen ndërkombëtare, për herë të parë është bërë nga vetë operatorët, ndryshe nga vendimarrjet e mëparshme të shtetit përmes bordit të transparencës. Pas disa ditësh rritje, çmimi i naftës në tregull me pakicë në Shqipëri ka pësuar një ulje të fortë mbrëmjen e djeshme. Disa nga rrjetet kryesore të tregtimit të karburantëve kanë ulur çmimin e naftës nga 214 lek në 199 lek për litër, duke rikthyer për herë të parë pas disa javësh nën kufirin e 200 lekëve. Lëvizja vjen në një moment kur tregjet ndërkombëtare kanë nisur të reflektojnë një rënje të çmimit të naftës, pas rritjeve të forta të javëve të fundit, të cilat u transmetuan me shpejtësi edhe në tregun shqiptar. Zhvillimi kthe në vëmendje mënyrën se si funksionoi tregu gjatë periudhës mars-qershor të këtij viti, kur për shkak të luhatjeve të forta në bursat ndërkombëtare u aktivizua bordi i transparencës. Në atë periudhë, çmimet maksimale të karburantëve përcaktoheshin nga bordi dhe monitoroheshin në terren për zbatimin e tyre nga operatorët. Ndryshe nga ajo periudhë, ulja mbrëmjes së djeshme nuk vjen si rezultat i një vendimarrje administrative, por është reflektuar drejt për drejt nga operatorët nga pikat e shitjes në pakicë, në përputhje me zhvillimet e fundit në tregjet ndërkombëtare. Njëri humbi jetën në një aksident në Korçë në orët e para të mëngjesit. Ngjarja ndodhi pranë fshatit Vlojqish në aksin Korçë-Maliq rreth orës 1 të mëngjesit. 26 vjeçari drejtonte automjetin i cili u godit nga prapa nga një tjetër makinë. Viktima humbi jetën në vendngjarje ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër, një 27 vjeçar si edhe një nga pasagjerët që ndodhin në makinën e tij, pësuan dëmtime si pasojë e aksidentit dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore. Policia po heton për rrethanat e aksidentit. Situata vazhdon të jetë e vështirë në riban të Mallakastrës si pasojë e zjarrit të rënë që nga mëngjesi i djeshëm. Në orët e para të mëngjesit në Mallakastër nisi ndërhyrja nga ajri për shuarjen e flakëve. Një avion zjarfikës po hedh ujë mbi vatrat aktive të zjarrit në zonën e Ribanit dhe
fol këndit në mbështetje të forcave zjarfikse që po punojnë në terren. Pavarësisht punës së bërë një ditë më parë, flakët u izoluan dhe nuk u shuan plotësisht me ndërhyrje nga ajri. Pritet që zjarri të shuhet gjatë ditës së sotme, ndërkohë policia ka identifikuar dhe arrestuar në flagrancë autorin e dyshuar të si zjarrvënës në fshatin Lekaj. Flakët dogjën rreth 250 pemë ulliri dhe pemë të ndryshme frutore. Për shkak të erës, zjarri u përhap me shpejtësi, duke rrezikuar edhe banesat në zonë. Në këto ditë, kur vendi është goditur nga vale të nxehtit afrikan, Instituti Gjeoshkencave paralajmëron për rrezik të lartë zjarrish në 9 qarqe të vendit. Thatësira dhe temperaturat e larta favorizojnë flakët në pyje. Autoritetet apelojnë qytetarët për kujdes të shtuar për të parandaluar ndëzjen e zjarreve. Thatësira dhe temperaturat e larta favorizojnë flakët në pyje. Instituti i Gjeoshkencave parashikon rrezik të lartë në 9 qarqe, në Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër. Në këto zona edhe një shkëndijë, sipas Institutit të Gjeoshkencave, mund të bëhet shkak për ndezjen e një zjarri, i cili mund të përhapet shpejt. Ndërkohë, më i moderuar rreziku për përhapjen e flakëve sipas Institutit të Gjeoshkencave është vetëm në 3 qarqe: Shkodër, Kukës, Dibër, por dhe këtu në zona të lokalizuara, si për shembull në perëndim të Shkodrës dhe Dibrës dhe veri e lindje të Kukësit, mundësitë për zjarre janë më të mëdha. Meteorologët nuk parashikojnë rreshje të cilat mund të ndihmonin për shuarjen e një zjarri të mundshëm në një prej zonave me rrezik të lartë, ndërsa termometri parashikohet të shënojë deri në 37 gradë Celsius në zonat e ulta, por këto janë vlera të matura në hije, pasi në zona të tjera temperaturat mund të jenë më të larta. Të larta parashikohet të jenë dhe temperaturat minimale të ajrit, që sipas meteorologëve edhe mëngjeset dhe mbrëmjet do të jenë të nxehta. Në Bregdet ato do të shkojnë deri në 23 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore nuk do të zbresin poshtë 16 gradë. Por nxehtësia mund të zbutet pak her pas here nga era, e cila sipas Institutit të Gjeoshkencave pritet të fryejë lehtë deri mesatare. Autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar për të parandaluar ndezjen e zjarreve. Që nga fillimi i sezonit në Francë është regjistruar shifra rekord prej 14.000 vatra zjarri, ndërsa autoritetet kanë arrestuar 402 persona të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme ose nga pakujdesia. Mes të ndaluarve, 156 janë të mitur, ndërsa 36 persona janë vendosur në paraburgim. Sipas autoriteteve, zjarret kanë arritur në nivel të pazakontë për këtë sezon. Autoritetet franceze kanë arrestuar mbi 400 persona që prej nisjes së sezonit të zjarreve në vend me më shumë se 14.000 vatra të raportuara për gjatë vitit 2026. Ishte ministri i brendshëm francez Laurent Nunez i cili zbuloi shifrat e arrestimeve, ku theksoi se mes 402 personave të arrestuar, 156 janë të mitur. Autoritetet franceze kanë njoftuar se zjarret në departamentin e Gironde dhe Audëj janë vënë nën kontroll, ndërsa në departamentin Var luftavion me flakët. Ministri theksoi se zjarri në Var është më i gjatë i regjistruar ndonjëherë në këtë zonë, pasi ka qenë aktiv për 15 ditë rresht. Për shuarjen e flakëve janë angazhuar 1250 forca zjarrfikse, të mbështetur nga 2 avion bombardues uji Canadair dhe 2 helikopter për hedhjen e ujit. Ndërkohë autoritetet ulën të martë nivelin e alarmit për zjarret në Gironde nga i kuq në Portokalli pas përmirësimit të situatës. Studimet më të fundit kanë treguar se Europa po përballet me një motë ekstrem të nxehtë dhe zjarre shkatruese si pasojë e ngrohjes globale, efekte këto të gjitha të shkaktuara nga aktivitete njerëzore. Rusia vret sërish civil në Kiev, një sulm në kryeqytetin e Ukrainës vrau të paktën 14 persona dhe plagosi 22 të tjerë. Kievi akuzon Moskën për masakra ndaj civilëve, edhe pse ushtria ruse thotë se synonte të godiste qendra logjistike dhe furnizimi me armë. Të paktën 14 persona humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën pas një sulmi masiv rus me raketa balistike dhe dronë ndaj Kievit dhe rajonit përreth. Sipas autoriteteve,
Ky është një nga sulmet më vdekjeprurëse ndaj kryeqytetit të Ukrainës këtë vit. Sulmet nisën pas mesnatës dhe alarmet ajrore zgjatën për më shumë se një orë. Raketat goditën zona të banuara dhe depo, duke shkaktuar dëme të mëdha. Autoritetet ukrainase njoftuan se ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet, pasi dyshohet se personat e tjerë mund të jenë ende nën rënoja. Kievi akuzon Rusin për sulme të qëllimshme ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile. Ndërkaq, Moska deklaron se objektivat ishin qendra logjistike dhe furnizimi me armë, si dhe treni e Mallrash pranë portit të Odesës, të cilat pretendon se transportonin pajisje ushtarake. Pas sulmit, Ukraina u bëri sërish thirrje aleatëve perëndimor të shtojnë furnizimet me sisteme mbrojtje ajrore, Patriot dhe raketa interceptuese për të përballur me sulmet balistike ruse. Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Dy shqiptarë të Maqedonisë së Veriut shpallën non grata në Shqipëri. Ministri Brendshëm Lamadhari tha se ata përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare të vendit. Valon Bela, mbështetës i Vlen, dhe imami Bekir Halimi nuk do të lejohen të hyjnë në Shqipëri për 10 vite. Ministri Brendshëm tha se po përpunohen informacione edhe për persona të tjerë, ndërsa garantoi se siguria është prioritet para anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka shpallur non grata dy shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, Valon Bela dhe Bekir Halimi. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tha për ABC News se vendimi për të ndaluar hyrjen e këtyre dy personave në vendin tonë u mor pasi ata përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, ndërsa janë administruar të gjitha informacionet e nevojshme nga agjencitë ligjzbatuese. Në peshimin e gjithë fakteve të ardhura nga mbikëqyrja e aktivitetit të dy personave, kam gjykuar se është me vend pikërisht zbatimi i ligjit shqiptar për shpalljen persona të padëshiruara me motivacionin kërcënim për sigurinë kombëtare dhe rënien publik në Shqipëri dhe dëbimin e tyre jashtë Shqipërisë për një periudhë 10 vjeçare. Lamallari tha se siguria e vendit është prioritet, ndërsa jemi para anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria e sotshme, teksa sa më shumë i afrohemi familjes evropiane, ne duhet të sillemi si një vend anëtar, duke marrë pa ekuivok çdo masë të nevojshme, jo vetëm për të garantuar sigurinë kombëtare, por edhe për të mos lejuar asnjë lloj interferencë të agjendave të cilat janë të dëmshme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin dhe më gjerë. Vendimi për shpallje non grata të Valon Bela dhe Bekir Halimi është firmosur më 17 korrik nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, bazuar në nenin 104.1 gërma dhe b të dyve, u ndalohet hyrja në Shqipëri për 10 vite. Lamallari tha se agjencitë e sigurisë po saktësojnë informacionet edhe për persona të tjerë që dyshohet se po kryejnë një aktivitet që cënon sigurinë e Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera. Ndërkohë që ne flasim, agjencitë e zbatimit ligjit, kryesisht edhe Drejtoria Antiterror, ka administruar një informacion goxha të ndjeshëm në kuptimin e ngarkesës për personazhe të ndryshëm. Valon Bela identifikohet si një figurë aktive në skenën politike në Maqedoninë e Veriut dhe mbështetës i koalicionit Vlen të Izet Mexhitit, si dhe aktiv kundër qeverisë Rama, ndërsa Bekir Halimi përshkruhet nga të njëjta burime si një islamist radikal. Pak javë më parë, Ministria e Brendshme vendosi të shpallë non grata edhe shtetasin Iqbal Huduti, duke i ndaluar hyrjen në vend për një periudhë prej 15 vitesh. Shqipëria mbetet shënjesër e sulmeve kibernetike në valën e një lufte të ashpër hibride nga vende me synime armiqësore. Vetëm në gjysmën e parë të këtij viti janë regjistruar mbi 14 milion tentativa nga hakerat për të goditur shërbimet online të shtetit shqiptar. Gati gjysma e tyre kanë shënjestruar infrastrukturën kritike që përfshin ndër të tjera sistemin energjetik, aeroportet, shëndetësinë, policinë dhe mbrojtjen. Tentativat për sulme kibernetike ndaj sistemeve shqiptare, të cilat nuk ndodhin vetëm si shkak i teknologjisë, por edhe për arsye politike e gjeopolitike, kanë qenë në rritje në 6 mujorin e parë të këtij viti. Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike ka dokumentuar mbi 14 milion tentativa për sulme kibernetike ndaj infrastrukturave që kanë prekur ekosistemin kibernetik shqiptar, shifër që i përket periudhës janar-qershor 2026. Të paktën 56 tentativa për sulme kibernetike në regjistruar në minutë, ku pjesa më e madhe prej 54% janë drejtuar infrastrukturave të rëndësishme të informacionit, ndërsa 46% ndaj infrastrukturave kritike të informacionit, do të thotë se ka patur përpjekje për të prekur sektorin shëndetësor, energjetik, transportin, sistemin e pikave të kalimit kufitar, administratën publike e të tjerë. Ndër sektorët që është tentuar të preken kanë qenë ai financiar, infrastruktura digjitale dhe sektor të tjerë po të kësaj rëndësie.
Shqipëria në disa raste është prekur nga sulmet kibernetike të cilat kanë shkaktuar edhe dëme. Forcimi i masave të sigurisë nga ana e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike me sa duket e ka vështirësuar ndërhyrjen përgjatë këtij viti. AKSK thotë se po vijon monitorimin e vazhdueshëm të kërcënimeve dhe forcimin e masave mbrojtëse me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së infrastrukturave të informacionit në vend. Patrullimet e përbashkëta mes policisë së shtetit dhe policisë italiane ka nisur të zhvillohen në qytetin e Durrësit me synimin për të rritur sigurinë gjatë sezonit turistik. Përveç masave për parandalimin e paligjshmërive dhe forcimin e rendit publik, patrullat po ushtrojnë kontrolle edhe për respektimin e nivelit të lejuar të zhurmave në bare, restorante dhe ambiente të tjera argëtimi. Përmes një statusi në rrjetet sociale, ministri i Brendshëm Besfor Lamadhari shprehet se respekti për normat e përbashkëta përfshi ato edhe për sigurinë e turistëve apo qetësinë e tyre nga zhurmat përtej niveleve të lejuara i shërben një turizmi të qëndrueshëm dhe që rritet nga viti në vit. 3 turistë gjerman të cilët mbetën të bllokuar dje mes shkëmbinjve në zonën e Malit të Çikës janë shpëtuar nga autoritetet, të cilët ndërhyn me helikopter nga ajri. Operacioni kërkim shpëtimit u zhvilluar në një terren tepër të vështirë, ndërkohë pas lokalizimit 3 të rinj u transportuan drejt qendrës shëndetësore të Pelasës, ku morën ndihmën e parë mjekësore, ashtu si ku ndërshohim edhe në këto pamje. Turistët kishin kërkuar ndihmë përmes sinjalit SOS, pasi kishin humbur orientimin dhe nuk mund të dilnin nga zona shkëmbore ku kishin mbetur të izoluar. Operacioni u finalizua me sukses, pa pasoja për jetën e tyre. Një varr i tretë është zbuluar në Zubin Potok të Kosovës, shumë pranë vendit ku ditët e fundit janë zbuluar 2 varreza të tjera me eshtra të dyshuara të civilëve të vrarë gjatë luftës së vitit 1999. Prokuroria Speciale ka nisur hetimit për të bërë identifikimin e tyre. Prokuroria Speciale në Kosovë po heton për një varrez të tretë me eshtra të civilëve shqiptar të vrarë nga serbët në komunën e Zubin Potok. Në njoftimin e saj të fundit, organi i akuzës deklaron se ka dërguar në terren hetues të shoqëruar nga ekspertë e Institutit Mjekoligjor në bashkëpunim me Policinë e Kosovës për të mbledhur mostrat dhe më pas për të bërë analizën e identifikimin e tyre. Vendodhja e tretë mendohet se është afër fshatit Kudër e Madhe dhe Jabuk, ku ditët e fundit janë zbuluar 2 varreza të tjera masive, të dyshuara se kanë qenë vendpreja e fundit e shqiptarëve të Kosovës që kanë qenë duke shkuar drejt kufirit për të shpëtuar luftës së vitit 1999, edhe pse prokuroria thotë se për shkak të fazës së ndjeshme të hetimit nuk mund të jap informacione të mëtejshme lidhur me gjetjet. Në këtë fazë, gjetjet e marra nga fshati Jabuk janë nështruar tashmë ekzaminimeve, ndërsa në Kulludër të Madhe po vijnë ngërmimet. Kulludra e Madhe mendohet se është vendi ku janë vrarë 23 shtetas të konsideruar prej dekadash si të zhdukur dhe të njohur si grupi intelektualëve të Mitrovicës. Në fillim të këtij viti, Kosova dhe Serbia mbajtën takimin e parë të Komisionit të Përbashkët për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë, por takimi përfundoi pa ndonjë rezultat. Nga lufta e fundit në Kosovë, nuk dihet ende fati i mbi 1500 personave të zhdukur. Jemi rikthyer në studio, vijojmë me të tjera ngjarje, do shkojmë me një informacion të fundit që vjen nga Prokuroria e Tiranës, e cila ka goditur një grup i cili operonte në sektorin e call centerave duke arrestuar dhe 2 persona. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Alketa Shaba për të na treguar më shumë për skemën dhe për identitetin e personave. Lidhemi.
Halketa të përshëndes, atëhere është goditur një grup sa i përket që funksiononte në sektorin e call centerve dhe janë arestuar 2 persona. Si fillim, si funksiononte skema, për cilët individ bëhet fjalë dhe në çfarë konkluzione ka arritur Prokuroria e Tiranës? Të përshëndes Erneta, në fakt Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet sa i përket 3 personave të cilat janë arrestuar disa kohë më parë gjatë një operacioni i cili u zhvillua në bashkëpunim me organin akuzës së kryeqytetit dhe policinë e Tiranës, lidhur me një ambient i cili u zbulua gjatë hetimeve që një ambient pra ku ushtroi call centeri në zonën e Selitës. Për 3 persona janë mbyllur hetimet, konkretisht për shtetasit Erik Glenarapi, Claudio Sulejmoni dhe Franco Karemani, ndërkohë që organi akuzës ka bërë kërkesë në Gjykatën Penale të Tiranës për të kaluar këtë çështje për gjykim. Ndaj tyre Prokuroria e Tiranës ka ngritur 2 akuza, ato të mashtrimit kompjuterik si edhe të moskallëzimit të krimit dhe ka kërkuar nga Gjykata Penale që të merret parasysh i gjithë akti hetimor i përcjell nga ana e prokurorisë, më pas të vlerësohen provat që do të sjellë prokuroria në gjykim, më pas të merret një vendim në rast do të kalojë për gjykim këtë çështje, apo në rast do të rikthehet edhe një herë prokurorisë e Tiranës për të plotësuar hetimet e munguara ndaj këtyre shtetasëve. Në fakt ka qenë një hetim i cili është kryer për disa muaj nga ana e prokurorisë, siç thash ka qenë një operacion i cili është zhvilluar disa kohë më parë në zonën e Selitës, konkretisht në katën e dytë të një banese ku u zbulua aktiviteti i pajlishëm i call centerave që ushtrohen nga këta persona. Prokuroria e Tiranës mundi që edhe të zbardhte skemën pra që përdore nga këta shtetas, konkretisht sipas Prokurisë së Tiranës, Claudio Sulejmoni dhe Franco Karamani kanë qenë persona që kanë rekrutuar disa punonjës për të punuar pikërisht në këtë pikë call centeri. Këta shtetas shpjegonin procesin e punës i cili kishte të bënte me bindjen e shtetasëve të huaj për të investuar para te kjo pikë call centeri, dhe ndërkohë që organi akuzës thotë se hetimet kanë zbuluar se agentët merrnin informacione nga klientët për situatën e tyre të humbjes së parave dhe jepnin zgjidhjen për kthimin mbrapsht të tyre. Këta informacione, pra ata informoheshin për gjendjen e klientëve, në çfarë situate ishin, si kishin humbur parat, dhe se çfarë kompanish po themi kanë bashkëpunuar më parë, kanë qenë rol kryesor në këtë veprimtari të palishme. Ka padur konkretisht Claudio Sulejmoni dhe Franco Karemani, ndaj të cilëve si thash edhe një herë janë ngritur 2 vepra penale nga ana e Prokurisë së Tiranës. Megjithatë do të jetë Gjykata Penale e shkallës së parë, ajo e cila si thash një herë do të vlerësoj provat e sjella në gjykim nga ana e prokurorisë, më pas do të marrë një vendim në rast se do të kemi nisjen e një gjykimi lidhur me këta 3 persona në shkallën e parë të gjyqësorit, pra në këtë gjykatë ku ndodhem tani, apo në rast do të rikthehet edhe një herë çështja pranë prokurorisë së kryeqytetit për plotësuar hetimet të munguara. Halketa Shapa, faleminderit për këto detaje. Kemi pritur në fund të këtij edicioni informativ. Për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftoj që të klikoni në websajtin ton abcnews.al. Qëndroni në ekranin e ABC News, pas pak vjen kolegja Kasandra Pali me Shqipëria Sot. Ju faleminderit për mua.